Këtë lojë nuk e nisëm ne. Ali Ahmeti nuk u dash të futet në kështu lojra për të tërhekur deputet apo dhe individ caktuar, sepse mekanizmat për të marrë, do kisha thënë, deputet duke qenë pjesë i qeverisë janë shumë më të mëdha, por nuk ka qenë fokusi jonë aty. Fokusi jonë ka qenë implementimi i programit qeveritar dhe sigurisht përmirësimi i jetës së qytetarëve. Por nga momenti kur Aliu e hapi lojën, sigurisht që ne nuk do të rrim duar kryq, ne do të ofrojmë që çdo kush që është interesuar që të jetë pjesë e qeverisë dhe pjesë për kushtimit tonë për realizim të programit në të mirë të qytetarëve të jetë pjesë këtij koalicioni qeveritar. Ashtu siç ka thënë edhe koordinatori i grupit parlamentar, veç më po rritet grupi parlamentar nga 10-11 dhe unë besoj që pas këtyre lëvizjeve pjesa e komunitetit jo Maqedonas që përkrah qeverinë do të jetë shumë e madhe se që ka qenë më herët.